أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله نزل فلندرم صلوات والسلام على pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë nësë Allah që ndaj pranoj ibadetet na bëjë të sinqert në punët e zemrës, në fjalët e gojës edhe në veprimet e gjymtyrëve. Sot vazhdojmë me njërin prej 10 të përgëzuarve me xhenet. E për qëllim është Uthman ibn Affani, Abu Amr, thumë Abu Abdullah dhun Nurayn. Uthman ibn Affani radhiyallahu anhu është i fisit Kurejsh, pa hyrë në detajet e prejardhjes së tij, pra vendjetin fis të pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe afrohet prej sahabëve me Muawiya ibn Abi Sufjanin, që të thuhet edhe el-Amawi, njëjtës loz ose familje me Muawiyun radhiyallahu anhum xhamian. Ka lindë 6 vjet mas pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra 6 vite mas ngjarjes së elefantit, që pejgamberi ka lindë në çat vit. Ky është majrisa Resulullah sallallahu alaihi wasallam 6 vjet, edhe ka jetu 69 vjet, që i bie në vitin 35 të hijretit me vdek. Kjo si është quajt në fillim Abu Amr, ka lind mos harroj në Taif. Në Taif, edhe pse i Mekës, por lindjen e ka pas në Taif. Është quajt Abu Amr, llagapi i tij. Pastaj kur është martuar me vajzën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, atëherë kanë filluar me e quajt Abu Abdullah, sepse me ta e ka pas një djalë që e kanë gjetë emrin Abdullah. Ka pas disa fëmijë, ato detajet që mund t'i gjajmë, domethënë edhe nëpër Wikipedia ose Google ose dikun tjetër, zakonisht neve nuk hym, tema jonë është një perceptim i joni, si e perceptojmë na Uthman ibn Affanin ose njonin prej 10 të përgëzuarve me xhenet. Ky është personi që është prej të parëve që ka pranuar Islamin bashkë me Talha ibn Ubejdullahun. Talhan, edhe Talha është një prej 10 përgëzuar me xhenet. U konë ky në një udhtim, kur ka ardhur prej udhtimit, i ka tregu dikush prej fisit vet, thotë kështu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka filluar me shpalljen dhe njerëzit kanë filluar me i bërtite me kundërshtu. Edhe ky kur ka dëgjuar çat që koni mëshirshëm edhe i sjellshëm, ju ka dhimbt. Aty ka qenë Abu Bekri. Ka thonë: "O Osman, ku për ty? Çka e të prit? Hajde të shkojmë ta ngojmë shokun tonë, çka po thot." Shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Abu Bekri flet në vesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçka, edhe ai fillon me i bë davet, edhe i thot: "Mos prit, pranoj Islamin." Edhe domethënë me iniciativë dhe ndikim të Abu Bekrit, ky edhe Talha ibn Ubejdullahu bëhen musliman, e të dy janë prej 10 të përgëzuarve me xhenet. Ky ka bën 2 hijretet. Hijretin e parë në Abisini, Habasha, edhe hijretin e dytë në Medinë. Ka qenë i pari që ka bën hijret në Abisini me familjen e tij, konkretisht me vajzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me Ruqiyen, e cila ka vdekur në ditën apo në kohën e betejës Bedrit. E pastaj me këto ka pas djalin Abdullahin. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka martuar me Ruqiye, me Umm Kulthumin, dytën. Kjo ka qenë Ruqiya, Umm Kulthumi e dyta. Pejgamberi alayhi salatu wasallam atë që ka dashur këtë burr, sepse ka qenë shumë i ndershëm, i besueshëm, etj që do t'i përmendim, sa ka thonë, po të kisha pas vajzë tjetër, prap do ta martoja. Do ta martoja me ta. Është quajtur, thash, me Abu Abdullah, baba i Abdullahit, po edhe dhun Nurayn, posëduesi i dy dritave. Do ta shohim se çka për qëllim, ulemat kanë dhënë 2 mendime, i pari që është më i saktë, po të dytë mundën me qenë të vërtet, se i ka pas 2 vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në nikahun e tij.
Domethënë njerë njënë njerë tjetrën, sepse dihet nuk lejo 2 motra me i pas në një qah, gjalla. Po nëse vdes tjetra bën atëherë me u martu me tjetrën. Kjo është 2 dritat. Edhe do kanë thonë 2 dritat është për qëllim leximi i Kuranit edhe namazi i natës, sepse ky ka qenë i veçuar në lexim të Kuranit edhe në namaz të natës, shumë është fal edhe shumë ka lexuar Kur'an. Kurani dhe namazi i natës janë dritë. Nëse gjithsesi prej gjërave interesante kur e ka pranuar Islamin Uthmani, ka qenë edhe rasti kur pejgamberi alayhi salatu wasalam Medinë mas i kanë ardhur, ka qenë një pus i quajtur Bir Rume, pusi Rume, kështu nuk du ta përkthej me qëllim ma ndryshet, po e la me këtë emën, se jo pusi Romokut, jo ane, jo këne, kështu po du me lan, që ka pas në posedim një jahudi, edhe ajo ka shit muslimanëve ujën, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush e blen këtë pus, ja garantoj xhenetin. Uthmani kur ka nikë këta, me mishe me shpirt ka shku dhe ka bo negociata. Hebreu nuk e ka shit kret, ka thonë po ta shes gjysën e tij. Edhe me një çmim maramendës për atë kohë, e ka ble, një ditë ky, një ditë ai. Në ditën që e ka pas ky hise, i kalon muslimanët me marr ujë pa pare. Pastaj ditën tjetër muslimanët nesër nuk kanë shku me ble ujë, se ky jahudia e ka shit pa hesap ujin, shtrajt. Ata kanë shku në ditën kur ka ujë pa pare. Edhe pastaj kur ka pa që u ka prish tregtia jahudis, ka thonë ma prishe biznesin. Hajde ble edhe tjetrën, gjysën tjetër, se s'po du me pas punë aty, e ka ble Uthmani, pastaj me çmim të lirë pjesën tjetër, edhe e ka lshu vakëf për hir të Allahut. Sot asoj dite, ai pus ekziston. Ai kopsh me hurma ekziston, edhe është shumu. Ato hurma ai ka shumu, që i kalon vakëf, pastaj kanë shumu shtetje me vit, pastaj Abbasit, e të tjerë, edhe Perandoria Osmane, deri në kohën e sotme të shtetit të Arabisë Saudite, ekziston vakëfi i Uthman ibn Affanit, që është ndoshta prej vakëfeve, kështu po them aktive, nëse guxoj me thonë më të vjetra, sepse mund dikush ta lënë tokë vakëf, një xhami. Ama diçka që duhet me punun, me prodhu hurma, me i shartu, me i përkujdes, me i shit, me miell të reja, me shtu vakëfin, i Uthmanit është gjigant edhe halasa dhe kësaj dite me qindra milion, po thamu në kështë euro, ka të hyra vjetore, ku është ndamë në 3, një për davet, një për mirëmbajtjen e vetë, më dhanë, edhe një për shtim. Mirëmbajtjen, dhe më dhanë që ata punëtore tjere, një për shtim për me e shtu me ble prona të reja. Edhe përmendet që kam pa dhe vetë që ka hotele në Arabi Saudite, në Mekën, Medinë, vende tjera, ku në riqen hotelet edhe parët kthehen për 2 xhamit e shenjta, ose për islam për gjithësi me thonë, edhe aty shkruante ajo tabela e ndërtimit informacionet, leja ndërtimit, ndërtuesi e tjerë, edhe aty shkruante investitori. Investitori Uthman ibn Affani, paramenda sot, Uthman ibn Affani me parët e tija, që janë për banka, ka me qindra mira, ndoshta me miliona, janë informacionet në internet, për nuk jem këty për me i detalizu, prandaj nuk po du me dhonë shifra kështu që mundën me ngel në tru e me qenë të gabushme, por kur Allah të bënd të ufik, kur Allah e ki sinqerit, subhanallah, ti qelut edhe çuditësh. E ky e kalon sot ai pusi është maramencë, është domethënë ato hurmat, prej që ati kopshti janë bo qindra kopshte në përket Arabinë Saudite, domethënë të vakëfi Uthmanit. Pashtu, një prej gjërave interesante është se në një betejë që ka qenë Gjejshul Usra quhet, e vështirë për pejgamberin alayhis salatu wassalam, edhe nuk ka pas përgatitje të duhur, i kanë vyt armë dhe pare. Uthman ibn Affani radhiyallahu anhu ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka dhuru 300 deve edhe 1000 dirhem. I ka marrë ato pare dhe ka kesh, edhe ka thonë një fjalë pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk i bën dëm Uthmanit, çka do që bën mas sodit. Çka do të bëjë Uthmani? Në xhenem nuk shkon më.
Çka të dole të baje? Normal, Allahu e ka inspiru me thonë ashtu. Se të kundërtën Allahu ka thonë për Ebu Lehebin, ju thafshin durt në xhenem. Domthon çka të bën Ebu Lehebi, s'ka xhenet për ta, mas asaj dite. Po edhe Uthmani, pse ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka inspiruar Allahu se e di Zoti azza wa jall të ardhmen se Uthmani është as i burr që s'ban mëkate me çun xhenem. Por çat shumë domthon se vapet që ka ndodhur ajo sa pale çka më pas bë, si shkon problem kjo gjë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në betejën e Bedrit e ka lënë Uthmanin, nuk e ka lënë me armë betejë se e ka pas gruan smut, Kulthumin, më falë, Ruktijen, e ka pas smut, i ka thonë rikë qëre. E vetëmja betejë, apo e vetëmja betejë që s'ka marrë pjesë, Uthmani ka qenë kjo, betejë e Bedrit. Por me urdhën pejgamberit, këshyre gruan se smut e ki. Kur ka shku Resulullah sallallahu alaihi wasallam betejë, kur o këtuj prej betejës, veç qika i ka vdek, do anë gruaja Uthmanit ka vdek. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam nga plaçka luftës i ka dhënë hise dhe Uthmanit, se ky ka dash me shku, po pejgamberi ka nalë me zër. Edhe është mërzit Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e kanë varros vajzën e tij, edhe pastaj e ka martu vajzën tjetër për Uthmanin. Kjo, pastaj kemi edhe bej'atur Ridwan, ai betimi, fjala Ridwan për fjalës Ridha, i kënaqësisë Zotit, betimi i kënaqësisë Zotit në Ratlisin, ku janë betu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qu Uthmanin me negociu me mushrikët e Mekës. Kur ka shku Uthmani atje shumë ka bisedu me ta dhe është vonu. Edhe ka fillu më prap lajmi se Uthmanin e kanë mytë mushrikët. Negociatorin e kanë mytë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe sahabët janë mërzit, nuk i ka zbrit shpalli pejgamberit për këtë rast. Atë që kanë bo, kanë thonë kena me japim besën Allahit, që kena me marrë hak për Uthmanin. Janë mërzit sahabët shumë. Edhe kanë hynë në një listë, idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allahu ka përmend thotë kur ta jepnin besën nën hijen e pemës. Edhe ka marrë vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Uthmani ka pështu, se kanë mytë për një me. Ka thonë jo, e kena me vazhdu këtë betim. Që na e kemë marrveshën që me vdek për Allah. Edhe ka vu dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, secili sahabi ka ardhur e ka dhënë dorën. Ja ka dhënë dorën, ajo është quajt një betimi për vdekje. Betimi për vdekje. Allahu xhaleshanu ka thonë dora e Zotit është mbi durët e tyne. Atë që ka qenë ky betim i vlefshëm te Zoti. E kur ka ardhur rani, sahabët kreti kanë dhënë dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vdekje, pejgamberi veç ka marrë vesh Uthmani ka pështu. Ka thonë edhe Uthmani ma jep besën mu për vdekje. Pa u konë Uthmani. Edhe ka ngrit njërin në dorë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe dorën tjetër ka thonë ç'ka për Uthmanin, ç'ka për mu. Edhe ka kap dorën e vet, edhe dorën e Uthmanit. Domethënë dy durët e veta, njëra që ka simbolizuar Uthmanin. Pse kështu? Çka ka qenë i bindun që Uthmani nuk thotë jo ja Rasulullah. Po. Jetojmë, vdesim, ta jap besën për çdo san. Ma kur ta kini shok i cili e din ti që ai nuk thotë jo. Edhe je në gjendje që nëse më lejohet me thonë kështu, me qitë kryt e ti në sakic pa problem. Domethënë me shti ata në për telashe pa problem jetën e ti, se e din që ai ty nuk thot jo. Garanton për ta. Edhe nuk gjënjen. Nuk është asi shoki që ka thonë ai shok po kosi me pare. Uthmani nuk konë kësi shoki. Që kur ka ardhë interesi, ja me thonë. Në kone pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë burri i parë që kur ka përmend Resulullah sallallahu alaihi wasallam zgjerimin e xhamis, Uthmani u qua dhe i ka bledh do shtëpia për rrethi aty me parët e veta, edhe i ka dhënë dhuratë për xhamin, vakëf. Në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasalam se ka ndodhur pastaj edhe disa rindërtime, prap në kohën e Uthmanit kur u kon khalife kur u kon, prap ky ka bledh tokë me parët vetat në Medinë, ka bledh tokë edhe në Mekë, shtëpiat për rrethi, edhe i ka zgjanu 2 haremet. Po hera parë u kon kohë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sa i përket Uthmanit në kohën e
Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, ky ka qenë prej atyre ahlul halli wal aqd, ose hilli wal aqd. E janë ata burrat që fjala ju ka shku në shtet. Ata burrat që jënë konë, si me thonë, nëse më lejohet me thonë tash se mos na keq kuptojnë ata që na dëgjojnë përmes kamerës, parlamenti asoj kohën, që kur kanë thonë ata ministrat asoj kohën, kur kanë thonë ata diçka, u kry, domethënë është marrë vendimi, këta janë konë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, Talha ibn Ubaydillahu, Abdurrahman ibn Aufi, Muadh ibn Jabeli, Ka'bi, e disa të tjerë. Në kohën e Ebu Bekrit, ky ka qenë mesin aty, në domethënë që kur kanë marrë një mbledhje, kur kanë bërë këta janë kohën aty. Edhe kjo kohën janë prej tyre. Kur ka ardhur momenti, më thonë, me vdek Ebu Bekri, e ka pasur nga të Othmanin, apo e ka thirrë Othmanin, ka thonë hajde, ma shkruaj testamentin tem, pe shkruaj. Edhe tu e shkru këto këpja shkruan, edhe në fund ka thonë, mas vetës teme, pelo udhëheqës edhe i ka ratë fikt. Pelo udhëheqës edhe i ka ratë fikt. Othmani që ka bon, ka shkru pelo udhëheqës Omerin. E ka shkru pelo udhëheqës Omerin. Kur mas një kohë, disa minutave ka ardhve dia, ka thonë, çka shkruve? Thot, e shkruva pelo udhëheqës Omerin. Ka keshe Ebu Bekri. Vallaj, thot, ma meritor ti e saj. Ka thonë, ja, Omeri është. Leka, Omerin. Ma meritor ti. Dhe më thonë, edhe më pas shlu vetën tone, keshtu të abo kabul. Jo, ka thonë Omeri. Edhe, thuhet që gjatë kësaj kohe, ishte një thatësie madhe, edhe një kohë e fukarallëkut. Othmani e kishte qenë një karavan me bë tregti me 100 deve. Në drejtim të Shamit ose të Yemenit, Allahu alem. Edhe kur erdh aty, njerëzit erdh karavani para, mendon 100 deve. Të mbushura me lloj-lloj sane. Pasuri baramendse. Si sot mi pas dikush 100 taksi ose makina me qira. Po thamune. Ose 100 lokale. Ato janë kanë pasunin vete, se cilla deve. Dole njerëzit në rrugë dhe po i thonë Othmanit, shit mamu, se cili po lyp diçka. Sa tha po e vlerësoni? Tha po e vlerësojmë 1 me 2. 1 me 2. Të japim 2 fish. Ma shumë. Keshje Othmani. Tha vallahi, të e pa gjendën e popullit. Tha unë e kom ba një jetë mi ashit dikuj që më ka dhonë 1 me 10. Po mi blenë 1 me 10. Jo 1 me 2 po më blenë. Aj 1 me 10. Thonë kusha? Tha Allahu. Edhe e qiti lajmin kret i jap për i zatë Zotit për fukara. Edhe i dha gjitha devet me qka kishën ta, pasonije edhe kret edhe konopat edhe më thonë gjitha samartë të tyne për hir të Allahit. 100 deve, kjo mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot Ibn Abbasi, qatë natë, ose në qatë kohë, e kom pa andër pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili e kish pas një, pa thamë kështu një dritë, një fenerë në dorë, që po ndriçante dritë, edhe i thash, ja Rasul, të ecë shpejt. I thash, ja Rasul, Allah, ku po shkën? I kish thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Ibn Abbasit, po shkoj në darkën, apo në ftesën që na ka bën Othmani. Thot, unë e komentova se Allah ja ka pranu këtë sadak. 100 deve që i ka dhanë. Kur i dëgjon të Othmani këto sene, kante, veçante. Edhe mërziti, subhanallah. Pastaj në kohën e Omerit, pashtu ishte prej aty në burrave, 6 burrave që
ishin kryesorët në shtet. Për çdo sen konsultoi me ta Omeri. Edhe kur u plagos, i la këta burra që me zgjedh mesin, edhe djalin e tij e la, në mesin e tyre Abdullahin, por ja kushzoi djalit vet, tha pi këtyne burrave, gjashtëve, domethënë Uthmani, Aliu, Talha, Zubejri e të tjerë, tha veç pi këtyne me zgjedh halifën. Ti jo, djalit vet i tha jo, ti jo. Ti më kon këtë komision, ama jo ty me zgjedh. Si e për këtë punë ti. Pastaj, mas vdekjes së Omerit, Abdurrahman ibn Aufi u qua dhe tha, s'kemi çka zgjedhë, mo burra në mesin ton tjetër përveç Uthmanit. Edhe u quja kapi dorën dhe nuk e zgati kërkush, të gjithë ishin të pajtimit me përzgjedhjen e tij. Mirë. Disa prej të arriturave apo punëve të tij sa ishte halife, e para, edhe prej kryesorëve që në vitin 30, kur u përhap shumë Elhamdulillah Islami, vitin 30 të hijretit, ky burr vendosi me mbledh Kur'anin me një vend nga kopja e madhe, kemi shpjeguar ndoshta ai nikon ju, që e kishte mbledh Ebu Bekri. I bani 2 sene. E mori qatë kopje në për druna, në për drasa, në për likura, në për eshna, ka ishte i shkrum, edhe vendosi me shkru në liber. Për atë para aty u quajt mushaf. Se mushaf do të thonë i libër, pi suhuf, pi fletave i mbledhur, i vendosur në një vend. E mlodhi, edhe i bani disa kopje, jo 6, jo 7, jo 8, sa më rëndësi, ulemat kanë dhënë mendime, në së cilën qendër islame që ka një kopje. Pra mlodhi prej Kuranit që e kishte mbledh Ebu Bekri, edhe e mur komision apo kryesues të komisionit Zeid ibn Thabitin. Pse e zgjedhi këtë burr? Ka qenë gjyktar i fuqishëm, njeri shumë i mençur, edhe në 3 etapa kohore ki shkruar Kur'anin. Etapa e parë, në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej shkruesve më të fortë Kur'anit ka qenë Zeidi. Etapa e dytë, pashtu Zeidi ishte në komision të mbledhjes Kur'anit në kohën e Abu Bekrit. Pastaj kalun 11 vjet, jo ma shumë kanë kalu, edhe ky kur u bën halife vitin 23, në vitin 30, apet i njëjti Zeidi ju dha ky mision. Masi i bën këta Kur'ana, i shpërndane për shtetin islam në për qytetet e qendrave islame, tha krejt Kur'ana tjerë mi djek. E pi qëtyne që ka i kumpru une, mi bo kopjet të reja. Mas me shtu diqka, ose mas me mungu diqka. Thuhet që ka kopje, akoma të Kuranave, të tillë, nuk e di sa është e vërtet, edhe s'është ajo tema jonë. Tjetra që ka bërë Uthmani, Muaviju ka insistuar në kohën e Omerit me bën flotën detare. Muaviju ka qenë shumë lartpams, edhe trem. Omeri ka thonë jo, se jemi të nxënët me punë tjera, në tokë, kështu me radhë, me beteja, s'kem nevojë me hyrë në lufta të reja, beteja të reja në për deta. Ka vdek Omeri, kur ka ardhur Uthmani, e ka vazhduar të njëjtën, në fillim e ka kundërshtu Uthmani këtë kërkesë. Pastaj ka insistuar për zdyti Muaviju dhe e ka pranuar, po e ka qenë disa kushte. Kushti i parë ka thonë, ti më marr me ta. E dyta, mos më marr asnjë musliman në flot, vetë se me dëshirën e tij, kush do vullnetar, s'ka me qenë me zar ushtar në flot. Në tokë po, në det jo, me zar. E treta, këtë që shkon, ti më kon, në atanje. Jo me qenë ushtar ti me najt, ti edhe gruaja jote. Edhe bash trem, masanena i gra. Nuk qyrë me ik. Kur ja ka thonë këtë punë, Muaviju që ka qenë aktiv, edhe Jezidi, djali i tij, kanë marrë pjesë në betejat detit. Këta kanë shku, kanë marrë ekspertët, se ka pas fabrika, po i quaj fabrika, punëtori, në Egjipt që kanë rënë qanije. Egjipti u koni muslimanëve në atë kohë. Ka shku te prisi i Egjiptit, kryetari muslimanëve, me letër të Uthmanit, edhe i ka shtin funksion që ata mjeshtrit, edhe drun ka pas aty druna që në rënë qanijet. Edhe për 4 vjet e ka bën flotën Muaviju, flotën islame. Edhe
betejat e para që i kanë bë në Qipra. Banorët e Qiprës kanë vendosur marrëveshje me muslimanët, as mos më unimu bizantinëve, as mos më kundërshtu muslimanët. Me nejt asane jaskëni, që më thonë neutral, po. Neutral me nejt. Kur kanë arë bizantinët, me sulmu muslimanët, ato e në qurën bo me bizantinët. Atër me aviju, ka fitu betejat me bizantinët, ndeti, pastaj ka shku edhe ka çliru Qiprën për këtyne udhëheqësave tradhtarë. Edhe për aty pastaj kanë pasur në udhëheqjen e vet. Pra në kohën e flota detare të Othmanit. Po ashtu në kohën e tij me marrëveshje të sahabëve e ka prish xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me cila ka qenë prej drunave, e drunit, shkurt, edhe e ka bë për herë të parë, e ka zgjanu, i ka ble sa ka mujt shtëpia për rrethin me parët e veta personale, edhe ka zgjanu, domethënë edhe ka bë prej gurit të gdhendur, edhe ka bë me shtylla, me gjitha për herë të parë. Po ashtu të njëjtën e ka bë, e ka zgjanu edhe Çabën. Çabja ka qenë interesant, ka qenë veç ajo Çabja e Zeza, çajo është Çabja e Zeza. Për rrethi ka pas oborët e shtëpive, dikush i ka pas shtëpinë edhe oborin direkt te Çabja. S'ka pas që është sot, ajo obori i madh, ajo xhamia madhe. Me obora e lidhë të konë Çabja. Në kohën e Omerit, e kanë vënë një mur rreth Çabës për me ditë tavafi. Mos me dalë në fëmijë pi derës korridorit e mu përzi me këta në tavaf. Ja kanë vënë një çfarë muri rreth Çabës. Kur ta bëjnë tavafin, kur ka ardhur Othmani, e ka zgjanu edhe pak, edhe ka marrë thot hapësira e Çabës me çato borën që ka vënë një mur 1 metër dikun, thot 869 metër katror, gati 9 are. Gati 9 are. Kupton çfarë hapësine? Jemi të folë domon për një kohë, subhanallah, para 1400 viteve. Ka qenë shumë i sjellshëm, shumë i butë, shumë i dashur. Edhe kur kanë dalë Khavarixhët, edhe kanë dashur me erhek pi pushtetit për shkak sipas tyre se ky s'po de, ky ashtu, ky kështu, sahabët kanë dashur me luftu ata, por ky i ka ndalu. Edhe ka qëndruar në shtëpinë vet, i pa tërhekun, e ka larguar edhe familjen, edhe ata dikur mas një rrethimi që kanë bërë, se s'po duhet gjerësisht me hy në këtë pikë, kanë hyrë mbrana në shtëpi edhe tu lexu Kur'an, fa sayakfikahumullah wa huwa as-samiul basir. Wa huwa as-samiul alim. Po. Te ajeti e Kur'anit të mjafton ty kundër aty në Allahun. Te ky ajeti ka ra gjaku kur e kanë plagos edhe kanë pasaj edhe ka vdek apo kur e kanë myt. Nuk ka leju sahabët që me i ndihmu për me shpëtu prej tyne, ka dashur që mos mu derë gjaku i muslimanëve, pastaj edhe në Muaviju ka lyp kisas me i myt, me i ekzekutu vrasësit, kanë qenë ata të shpëndam në profisë Ali radhiyallahu anhu, ka dashur me e forcu një herë shme thone rrethanat e mbrëmshme të shtetit, pastaj më marrë me ta, edhe ka ndodhur ajo çfarë ka ndodhur. I përmendi disa pika shkurt, e kuptum nofkën e tij dhun nurejn poseduesi 2 dritave. Tham për 2 arsye, po kryesorja është se i ka pas 2 vajza të pejgamberit alayhis salatu wasalam të martuara, dhe dyta për arsye se ka lexuar shumë Kur'an dhe ka fal nafile namaz shumë. E dyta prej dobive të tij apo veçorive është ka qenë aq i edukum sa janë i turpshëm, ka qenë sa prej tij janë turpru edhe me laçet. Njëherë pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë i shtrirë dhe ka pas gjunje të zbulum, ka hy Ebu Bekri s'ka lujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka hy Omeri s'ka lujt. Kur i kanë thonë po vjen Othmani, o çu pejgamberi alaihi wasallam i ka drejtu teshat, i ka mlu gujt, edhe ka thonë hyn. Masi kanë shku ata, Aisha i ka thonë radhiyallahu anha, pse Rasulullah me të veprove kështu me ata? Jo, tha për arsye se qysh mos mu turpnu, tha prej një burri prej të cilit turprohen me laçet turpnohen qatë që okon i turpshëm apo i marrum ky burr. E dini se është një prej 10 të përgëzuarve me xhenet. 10 përgëzuar. Çka është edhe tjetra interesant? Kjo është
burri më i vlefshëm i tretë në radhitje i ummetit. Thotë transmetime në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të gjithë thonin më i vlefshëm i ummetit është Abu Bekri, pastaj Omeri. Thotë na dëgjonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe nuk kundërshtonte. E pastaj Uthmani. Ka një pjesë e ummetit që japin përparësi Aliut ndaj Uthmanit, por nëse mund me thonë përqindje, nëse guxoj me thonë 20-30% është kështu, 70 ose 80% që japin përparësi Uthmanit. Edhe dy pikat në këtë. Uthmani ka qenë për atyne që ka mësuar nga goja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin. Nifët prej dietarëve të veçantë të Kur'anit, që ka lexuar direkt pejgamberit alaihi salatu wasalam Kur'anin. Ka qenë i veçantë edhe në qatë që ka lexuar fort edhe o mishru me Kur'anin sa natën e ka lexuar në një rekat. Edhe kjo është e njohur prej Uthmanit. Në namaz, qatë që e ka dasht, edhe qatë që e ka bot letë Zoti Kur'anin në gjuhën e tij, sa nuk ka mujt më nalë me thonë gjysën për lexojnë me një rekat, kreti ka lexuar. Me një rekat Kur'anin. Me një rekat. Kjo e me kuptu dashurim për namaz, dashurim për Kur'an dhe lehtësimin që Allah e ka dhënë, edhe dijen që ka pas për Kur'an. Në një prej formave të hafizllukut fort që përdorin ulemat të mëdhaj, manën men, është se shtin nxënësat e vetë, me i thonë, për shembull një gjuz pa lujt pi venit për 30 ditë. Pastaj i thojnë 2 gjuza që i bie pa lujt pi venit, që i bie për 15 ditë me zvoglu. Me thonë para mësuesit krejt Kur'anin. Pastaj 3 gjuza pa lujt pi venit, që i bie për 10 ditë. Me thonë Kur'anin para mësuesit. Pastaj kalojnë nivel më të lartë. 5 gjuza, 100 faqe. 100 faqe që i bie domethënë për 6 ditë, me ia thonë mësuesit. Pastaj kalojnë 200 faqe, që i bie për 3 ditë, me thonë komplet Kur'anin para mësuesit. Pastaj 300 faqe, që i bie për 2 ditë. Pastaj kalojnë në fundit 600 faqe pa lujt pi venit. Pa kanë edhe një taktik tjetër. Kur të mërije 600 faqe, me thonë pa lujt pi venit, e qesën e një kusht. Thojnë po 600 faqe, por me kusht që mos me gabu kërkun. Tolerojnë nëse veta e përmirëson veten. Semiun alim, semiun basir, vetë me përmirësu, vetë, në moment, pa ndërhyj mësuesi. Ka ndodhur që për shembull Talebia ka shku 400 faqe, në faqen 400 ka gabu. I ka thonë mësuesi vish nesër për fillimit. Nesër ka gabu në faqe 500, vish mas nesër. Uthmani ka qenë gjendje në namaz, në një rekat, me lezu komplet Kur'anin. Kjo është dije madhe, e mbushën me dashuri. Po ashtu përmendet se ka qenë më i dituri rreth dispozitave të haxhit. Si e perceptoi unë Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu? Një burr normal është transmetuar aty mesatarisht, jo shumë i gjatë, shumë i vendosur, shumë punëtor, dorëlir trim që nuk e ekspozon veten. E kupton? Ushtari më sheft. E jep, e kryen, merr dije, nuk përhap, jep sadak, e kryen ata, misionin nuk bën za. Uthmani i devotshëm, maksimalisht i urtë, i sjellshëm, ai ke po në çdo betejë përveç kësaj të Bedrit me urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kërkun nuk përmendet tha Uthmani, bani Uthmani. Uthmani punon dhe s'bën za. Uthmani punon dhe s'bën za. Përmendet se shumë ka qenë i urtë, jo i urtë, kështu që s'fol, i urtë në vendimet e tij. I urtë në vendimet e tij. Nuk ka çaq e ka sakrifikuar gjithmonë vetveten për hajrin e ummetit.
kur ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka, Uthmani vetëm në 2 raste ka mujt mo tërhek, ose nëse s'ka mujt, ose nëse dikush ja ka kalu. Kur është përmend pusi i Rumës, Uthmani çmos ka bon, ka sakrifiku krejt pasunin derisa e ka bon. Pastaj ju e dini atë fjalën, njerëzit e sinqert, Allahu Gjaleshanuhu prej sebepeve të reformave që me të kallzu që jo ka bo kabull punën e tyne është mjau vazhdu. Prej krejt sahabëve, vakëfi më i madh që ka mbet deri sot është i Uthmanit. Vakëfi më i madh. Kur e sheh ky njeri qysh ka mri me hynat top 3-shën, top 10-shën, po top 3-shën, më të madhe, më të vlefshme. Edhe gjithat pasuni, gjithat urtësi, gjithat sjellje, çdo kun aktiv, kërkun nuk i njihet zoni, kur nuk ankohet. Thushti, një njeri që është vështirë me përshkru sa bujar, sa largpams, sa trim, sa punëtor, edhe qysh ka mujt mi bashku mes që ty në kredve, edhe asaj që mos mu duk. Se vetë ju, dë banë, rëthonat bëjnë për me u ekspozu, a i nuk është ekspozu. Kur i hulimton, dhe më thonë, e kupton se është një njeri që me dasht di me dal në skenë, pa i nuk do me dal, a i me qëllim e le vetën, ma mrapa. E ka gjdo sen shihet që e ka të planifikume. Qysh e ka pru punën, qëtë pus e ka ble. Edhe qysh e ka pru punën, që qaj vakëf me vazhdu. Po kjo është me sinceriteti, Allahu. Zotit bën të ufik. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka përzgjedh rastësisht më konë bashorti i vajzave, dritave të syve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe ka thonë, po të kisha akoma, do t'ja kisha dhonë Uthmanit. Besën e ka dhonë 1000 sa sahabë me vdek, hakmarje, për Uthmanin, kanë minu që e kanë mytë. Kur kanë marrë vesh që ka pështu, ja kanë vazhduat beslidhje. Prandaj ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam normal shumë besim edhe në mbështetje të ky njeri, në kuptimin pozitiv, pa u keq kuptuar fjala mbështetje, se na mbështetjen e kem te Allahu xhaleshanu, por kur themi mbështetje, nuk kem për qëllim ajo mbështetja që është pjesë e besimit. Prandaj mos ta keq kupton dikush përmes kamerës. Të dashur vëllezër, nuk po du me zgjat, por le të jenë këta sahabë, thashun e jo historikisht, në filan vitin e bani këta, në filan vitin e bani ata. S'është temat tonat për sahabët nuk janë nga ky aspekt, por thjesht ajo çka e ndjejmë edhe si duhet ta ndjejmë edhe ta përcetojmë na nga një kënd tjetër këta burra të mëdhaj. Prandaj shpesh mendoj që Uthmanit radhiyallahu anhu, nëse guxoj me thoni është bë zullum pa qëllim, kur na kemi shumë me përfitu me marr prej këtij burrit madh. Uthmani radhiyallahu anhu vdes në vitin thash 35 të hijretit, edhe varrosët në Medinë, duke lënë mas vetës disa fëmijë. Lutë Allahu xhallahu ta mëshiroj ata, sahabët e tjerë, tabiinët e gjithë dietarët dhe neve bashkë me ta dhe prindët dhe akrabat tanë deri në ditën e gjykimit. Walhamdulillahi rabbil alamin.